Moti keq vijon të jetë prezent në qytetin e Vlorës, ndërsa situata vijon të paktën prej 2 ditësh. Fuqia e detit brenda gjirit të Vlorës arrin nga 6 deri në 7 ball, ndërsa jashti deri në 8 ball. Çka ka bërë që të vijon të mbetet i pezulluar lundrimi për mjetet e vogla lundruese, anijet e peshkimit, por dhe tragetin e linjës së Vlorë-Brindisi. Sipas kapitenerisë së portit të Vlorës, bëhet me dije se situata pritet të përmirësohet vetëm prej mëngjesit të datës 25 mars. Prej datës 23 mars, moti i keq ka prekur qytetin e Vlorës duke sjell erë të fortë dhe dallë të larta në det. Për shkak të këtyre kushteve, kapiteneria e portit të Vlorës ka pezulluar lundrimin për mjetet e vogla lundruese, anijet e peshkimit dhe tragetin e linjës Vlorë-Brindisi. Sipas autoriteteve portuale, forca e detit brenda gjirit të Vlorës arrin deri në 7 ball, ndërsa jashti shkon deri në 8 ball. Dallgët variojnë nga 2.5 metra deri në 4 metra, duke bërë të rrezikshme çdo lëvizje në det. Parashikohet që situata të përmirësohet në orët e para të mëngjesit të 25 marsit, duke krijuar mundësi për rifillimin e lundrimit. Deri atëherë të gjitha mjetet detare janë të detyruara të qëndrojnë të ankoruara për të shmangur çdo incident të mundshëm.